Fëmia i parë i ardhur në jetë në qytetin e Vlorës për vitin 2026 është i seksit mashkull. Ai ka lindur në datën 1 janar rreth orës 8 të mbrëmjes dhe ka gëzuar shëndet të plotë. Fëmia i parë i lindur për vitin 2026 në qytetin e Vlorës është një djalë duke shënuar një nisje simbolike dhe plot shpresë për vitin e ri. Ai ka ardhur në jetë më 1 janar 2026 rreth orës 20 të mbrëmjes. Sipas mjekëve, foshnja është në gjendje shumë të mirë shëndetësore dhe ka lindur me peshë 2.5 kg. Lindja ka kaluar pa komplikacione, ndërsa nëna dhe fëmia ndodhen nën kujdesin e mjekëve. I vogli mban emrin Amar dhe është fëmia i tretë i një familje nga qyteti i Vlorës. Familjarët kanë shprehur gëzim dhe emocion për ardhjen në jetë të anëtarit më të ri të familjes, veçanërisht pasi ai është lindja e parë që shënon fillimin e vitit 2026 në qytetin ton. Edhe stafi i maternitetit e ka cilësuar këtë lindje si një moment të veçantë, duke uruar familjen për shëndet dhe mbarësi, si dhe duke theksuar rëndësinë e këtyre momenteve që sjellin optimizëm dhe shpresë për të ardhmen. Lindja e Amarit çel simbolikisht vitin 2026 në Vlorë me një mesazh pozitiv dhe me urimin që viti i ri të sjellë më shumë jetë, shëndet dhe gëzim për familjet vlonjate.